Një lajm i madh për pensionistë. Më në fund është miratuar njoja automatike e viteve të punës para vitit 93, pa gjykat dhe pa dokumenta të vështira. Ky ligj do të njojë automatikisht periudhat e punës para viteve 91-93 për të gjithë ata persona që kanë punuar në ish kooperativat bujqësore, ish ndërmarrjet bujqësore dhe institucione dhe ndërmarrje shtetërore deri në 1993. Janë rreth 40.000 qytetarë që përfitojnë, të cilët deri më tani nuk kanë pasur mundësi të vërtetonin këto vite pune. Tani nuk do jetë më e nevojshme ndjekja e proceseve të gjata gjyqësore. Por çfarë duhet të bësh për të përfituar këtë risi? Një deklaratë të thjeshtë me vendin dhe periudhën e punës. Një certifikat banimi për atë periudhë. Pra nuk kërkohet dëshmi page apo letra nga ish ndërmarrja. Si realizohet procesi? Procesi realizohet automatikisht në ISSH. Nuk hapet gjyq dhe as ankimim. Nëse je në proces aktual në ISSH apo në gjykat, kalon automatikisht me procedurën e re. Me këtë ligj mbyllet kapitulli i kalvareve gjyqësore me mbi 3.000 procese të hapura në vit pa të drejtë. Mos e lër pa përfituar. Nëse ti, të afërmit e tu apo familjarët e tu kanë punuar në kooperativa bujqësore para vitit 91, kontakto që tani me ISSH dhe apliko për njojën e viteve të pensionit.